Tani vin ekspert me një frym të djathtë, sepse Trumpi nuk ka kryuar mister, nuk ka hipokrizi. Mund të ketë 1000 defekte, pa i thot, unë jam kundër Sorosit, do përçoj frymën time Trumpiste në Europë dhe gjithmonë në botë, dhe kështu do bëhet, sepse kjo është e drejta, ta tjetë janë konspirativ, janë deep state, etj. Pyetja është, dhe për ta sjellë në aty ku duon bisedën, për ta kuptuar shqiptarët. Këta Amerikanët janë të njëjtit, por me frymën e re të platformës amerikane në pushtet. Do kenë këta një orientim, pra do godasin vetëm majtas, apo do vazhdojnë të ecin drejt të goditur edhe majtas edhe djathtas? Ky është problemi. Karanja? Tani, lidhe me deklaratën e zotit... Duket jemi qartë? Unë e kuptova. Gjithë e kuptuam besoj. Mendova se mos... Në rastin e zotit Berisha ne kemi dhe një deklaratë të partive djathta politike, mos gaboj ka qenë nga dhjetori i vitit 2024. Lidhe me... Pra edhe partitë e djathta botërore kanë njëjtin qëndrim. Mos gaboj kanë qenë rreth 98 parti që kanë pasur qëndrim. Por jam dakord me kolegët që po flasim që kjo janë deklarata politike. Të si përsa i përket çështjeve penale, mendoj që do shifen gjitha çështjet, do verifikohen. Për shembull, një nga çështjet që mendojmë, ndoshta mund të jetë çështja e Megonigalit, që do t'i shkohet deri në fund. Po. Pra çështje që të hetohet, sepse neve nëse flasim që drejtësia duhet të jetë drejtësi, atëherë edhe çështja e Megonigalit hetohet, të verifikohet nëse ka apo jo vepër penale, po të verifikohen gjitha. Kush Megonigali në Shqipëri apo ata të lidhur me Megonigalin? Sepse të kemi parasysh të çështja e Megonigalit, ai ka marrë punë në Amerikë dhe neve nuk e dënojmë dot për çka ka bërë këtu në Shqipëri. Sa është në burg, po vazhdon dënimi, kurse këtu në Shqipëri ka gjëra tjera. Për shembull kemi ka bashkëpunëtor, ka bishta. Jo bashkëpunëtor, ka, domethënë, është në djenin tim është bërë kallëzim penal në prokurorinë e posaçme në SPAK, sepse bashkëpunëtorët e Megonigalit në Shqipëri kanë marrë fushat e naftës dhe i sheq një kompani tjetër amerikane. Dhe shteti shqiptar ka humbë gjyqin me këtë kompani. Ka gjyqin me arbitrazh, sepse këto i zgjidhin. Po kjo lista e fshet që edhe ka një faturë. Kjo lista e fshet që thot Karamuço, tani edhe te lista e fshet, ato mund t'japin dritën jeshile, në kuptimin që ka shkelje ligjore, sepse Trumpi parësisht është i djathtë. Nuk mund t'i bi njerëzve në qafë kot. Mund t'jeti majt, mund t'jeti djathtë, dhe me që dosjet janë gati, mires do unë kishta edhe një vrejtje. Në më thënë, sepse gjithmonë jemi gati ka arreste. Po që t'ket arreste, do t'kesh i dosje. T'kesh dosje, do shifen kriteret, a do vendoset masa, se janë 7 masa sigurimi. Në qofë se përdore termi arrest, dhe më thënë është mush kupa plot që s'ka masa tjera. Unë i referohem asaj që tha Karamuço, që bëhet fjalë për dosjet të konsoliduara.